Linda Ray, ish banore e Big Brother VIP Kosova, ka reaguar ashpër kundër produksionit të formatit pas largimit të saj nga shtëpia. Ajo pretendon se ende nuk janë kthyer disa sende personale, pavarësisht se ka kërkuar zyrtarisht të rikthimin e tyre. Në një postim të bërë në rrjetet sociale, Linda Ray ka publikuar një mesazh të drejtpërdrejtë ndaj produksionit, ku shprehet e zhgënjur që duhet të bëjë story për diçka që, sipas saj, duhej zgjidhur privatisht. Postimi i saj: @Big Brother VIP Kosova. Ju lutem, unë akoma po pres të më ktheni gjërat e mia personale, këpucët dhe setin me extensions. Më vjen keq që duhet të bëj story në Instagram, por nëse duni t'i mbani gjërat e mia personale sepse nuk i pëlqejnë dikujt nga produksioni, apo thjesht për inat, atëherë është mirë të dihet, shkruan ajo. Linda tregon se më herët ka kontaktuar edhe antar të stafit të Big Brother VIP Kosova, por pa marrë përgjigje. Para se të bëj story, i kam shkruar Lindës, por nuk më ka kthyer përgjigje. Ajo shton se po pretende një komunikim zyrtar, ndërsa kërkesa e saj mbetet e pazgjidhur. Reagimi i saj ka ngjallur diskutime në rrjet dhe shumë djegës e kanë mbështetur duke kërkuar transparencë nga produksioni.